بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سبحانه وتعالى falenderojmë salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun të na mëson të dobishmen, të na mëson khairin, të na sjell dobi nga ai dhe të na shton ilmin, të na shton diturinë. Vëllezër, sot që ata shprej mujit të bekuar të Ramazanit, prej këtire landëve apo librave që shpjegojmë, sot thash do të fillojmë me Riyadus Salihin, aty ku kena mbetur para muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe pastaj inshallah do të ndryshojmë landet, herë do të kemi tefsir, herë akide, do të kena edhe fiqh tash inshallah, edhe pse kena pas pak në fillim, por edhe sirën biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kom dëgjuar për shembull një prej këshillave të mëdha të Sheikh Uthayminit Allahu e mëshiroft, kur e pritin nxënësit për çështjen e akides, a vetëm për akide me fol, ka thonë gjithmonë akide on radh parë, por nuk duhet për shembull hoxha apo mësuesi apo ai thirrësi me i anashkalu njohuri të tjera, siç është hadithi, siç është tefsiri, siç është biografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se thot edhe aty në brendin e atij dhe ka akide, domethënë bëhet fjalë për besimin në Allahun subhanahu wa taala, edhe pse akidja është domethënë ajo që të afron tek Allahu subhanahu wa taala, dhe akidja është ai mesazhi për të cilin Allahu i dërgoi mira qindra të dërguar dhe mira profet. Jemi tash me një temë apo kapitull të ri, thot Imam Nawawiu, Allahu e mëshiroft, bab satrul awratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghayri darura. Bab setr do thot mbulim, me mbulu qka aurat, turpet e muslimanve, auratil muslimin. Titulli i kaptina ku kena arritur është mbulesa e turpeve të muslimanve, wan nahyu, dhe ndalesa e përhapjes së tyre pa nevojë. Turp, gjuhën arabe i thon aure, i thon turpit. A këtu në aspektin fetar sheriatik aureti ndahet në dy grupe. Aure i thon, a ju kujtohet diçka me fjalë auret, ti ju shpalu aureti. Çka do thot auret? Vendet, pjesët apo vendet e turpshme. Do me thon, aureti ka të bëne në çështjet e dukshme që janë hissie, shihen me si për shembull shpalimi i auretit, siç e ka burri prej nën, domethënë kërthis e deri tek gjund, kjo është vend i turpshëm, auret. Por këtu e ka për qëllim diçka tjetër, auret, turpet e besimtarve, qoftë në edukat, qoftë në moral, qoftë në çështje tjera edhe fetare, kur ai faktikisht gabon diçka, edhe me ja përhap ati nuk bon një gjo e tillë. Me ja shiku vendet e turpshëm, me e shpionu për shembull, me vendosirin, me ja shiku familjen, për shembull gruan ati me ja shiku pashami, edhe kjo është e ke shpalu, ke hi dhe me thonë në kufinin e ati, një gjo e tillë nuk bon. Por këtu e ka edhe për qëllim e ka që turpet e besimtarve mos me i përhap, me i mbulu, kusht me i mbulu, dhe vetëm kur ka nevoj një gjotë të tillë me e përhapur apo me e shpalu. Si argument Imam Nawawiu subhanallah e ka pru një ajet i cili është në surën Nur, Allahu Gjelleshanu, surën Nur, çka do thot Nur, e kuptojmë Nur? Drit. E Allahu na shpalon të diçka dhe të surja Nur, e tregoj Allahu Gjelleshanu edhe çka? Edhe drejtsin, pastërtin e Aishës. Ato, radiallahu ta'ala anha, që e përgojun, gjoja se ka bo, e Allahu ato ku deshi tjetë në surën Nur. Surën Nur, qka është? Nuri drita, i shpalon të gjitha ersirat, të gjitha gjërat që i bojë fshehtazi. Edhe këtë ajet Allahu Gjeleshanu e ka përmend në surën Nur. Thot Allahu, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu
lahum fi dunya, lahum thot adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Allahu Gjeleshan thot ata të cilët nuk tha yuridun, tha yuhibbun. Gjuhën arabe ka di fjalë, edhe ma tepër, po yuridun duan, edhe yuhibbun, nëse shikon fjalën në shqip, edhe kjo thot duan, ama është dallimi prej njëra prej tjetrës shumë i madh. Yuhibbun duan me plot emocione, me plot dashuri të madhe. Çka duan? Inna alladhina yuhibbun, Allahu e ka thënë, an tashia al fahishatu fil ladhina amanu. Ata të cilët dëshirojnë, duan, kënaqen, shkrijen, apo si thonë gjerman, e bojnë genisën, cilën kur përhapen thellësira apo amoraliteti të besimtarët. Këtë e dashurojnë. Nuk tha Allahu yuridun është shumë lehtë. Mendime kom, e du apo nuk e du. Jo, këto me emocione, me dashuri të madhe. E prandaj ka përmendur Allahu yuhibbun, nuk ka thonë yuridun. Dallimi mes yuridun dhe yuhibbun çka është? Hub është prej zemrës, ato me zemër, me emocione, me dashuri të flakë. Çka don? Që tek besimtarët përhapet amoraliteti. An tashia al fahishatu fi alladhina amanu. Lahum fi dunya, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Le ta din se ata I pret një dënim I dhimbshëm edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Tash dashuria ndaj përhapjes së së keqes të muslimanëve ndahet në dy grupe. Përhapja e të keqes, sidomos amoraliteti që jo besimtarët Islam me të madhe një gjatë të tillë kanë dashur që në mesin e muslimanëve të përhapet amoraliteti. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë te një popull, kuptimi I hadithit, te I cili përhapet amoraliteti, zinaja, vetëm se atë I pret një dënim I madh I Allahut subhanahu wa taala, e përfshin varfëria, e përfshin moskënaqësia me ato që e posedon tona I kije po, edhe çka hupet edhe xhelozia. Kur e din ti për shembull se estagfirullah, çika e filanit ka bozina, ajo tjetra, edhe në shtëpinë tonë dhe pastaj një gjë e tillë, gjoja bëhet se normale. Thot për shembull, ndoshta dikush prej antarëve thot, po nuk u bë punë e madhe, ajo grua e madhe ajo çka bën, e ti po e tërton vajzën se kush e di çka ka bë. Ajo grua e madhe, e martuar me 3-4 fëmijë ajo çka bën. Por hapet zinaja çka paksohet edhe xhelozia. E këtu tash përhapja e të keqes te mesi I besimtarëve ndahet në dy grupe. Përhapja e madhe në mënyrë globale që gjithë muslimanët të përfshinë e keqja. Allahu çka thot? "Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Jehudit, krishterët nuk ta don, nuk do të jemi ju të kënaqur derisa ju ta pasoni ummetin e tij, milletahum, do të thonë fenë e tyre. Allahu Gjeleshanu pastaj thot çka thot diçka tjetër. "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Ato tash kanë dëshirë të madhe që ju të dilni prej fesë, të bëheni kufar, mohues, sikurse ato dhe të jeni barabartë. Domethënë, mos me pas dikush që I qerton tjerë thonë, "Hey, ai përshkruani ju Allahu Gjeleshanu shok dhorta, ose atyre tjerëve a adhuroni ju lopën e gjoja tjera pas Allahut subhanahu wa taala, ose atyre tjerë I adhuroni këto idhujt, a adhuroni këto që e keni ndërtuar vetë dhe konsideroni se o Zot Buda e gjoja tjetër." Gjithë këto janë një grup kundër muslimanëve që edhe këto bëjnë kufër, dalin prej feje si ato dhe të bëjnë baras. Prandaj, nëse e shikon armiqet më të vetë Islamit, për shembull, si hindusët apo budistët vendet të ndryshme, e urrejnë më tepërmi, jo më tepër, po thotë të vetmin që e urrejnë besimin, Islamin. Nuk kanë problem me as të kanë tjetër, as me çifutët, as mundet ato me pas kushti si pengon. A kur vjen Islami I pengon. Pse? Se Islami I zgjedh çështjet prej terronja. Islami nuk thot si kush e ka mirë. Islami thotë jo, e ka mirë vetëm ai I cili adhuron çka e adhuron Zotin e vërtet. Kjo është yuhibbun, mënyrë të përgjithshme. Tregohet në një kongres për kongresin në Britani, e kam ditë edhe se e kam shënuar diku, edhe vitin kur ka ndodhur, kanë qenë, domethënë këto pris krijetare, njerëz të pasur që kanë ndikim në botë, çështjen muslimanët ku e kanë pikën e dobët, si me I shkatru, si me përhap të muslimanët amoralitet e gjëra të këqija, edhe si kush e ka dhënë mendimin. Një prej atyre ka qenë I përgatitur edhe ka pas Kur'anin këtu dhe e nxjerrën thotë, derisa ki është në mesin e muslimanëve ne nuk mund të bëjmë asgjë
qohet njoja merë prej durve dhe e bën Kuranin copë pa e grisën. Jo, ka thonë, nuk ka qëllimi me i coptru në Kuranat, me i djekë. Këtë Kuran me i largu prej zemrave të muslimonve. Se deri sa jonë kapët prej Kuranit, që ka thotë Muhamedi a.s. në hadith, dhe hua hablullahi l-metin. Ajo është habl, litari Allahut i fort, dhe Allah thotë, wa atasimu bi hablillahi gjemian, wa la të farraku, kapeni për litarit Allahut të gjithë, dhe më shpërndani. Pse nuk ka thonë Allah me u kap, nëse e shikon dikush, thotë po, pse nuk e ka përmendë Allahu hekurin, hekuri është më i fortë se litarit. Litarin e merë me thikë, e mundesh me e prej, hekurin nuk mund të apresh. Pse? Asë njerë durët nuk mund të kapin më njerë se në litarë. Nëse nuk je i sigur që ka bon, ose e bon atë litarit i bon një fargunge, ose e rëtullon dorën kështu dhe s'ka, dora mund të të këputit për se lishon ato. Atë hekuri e mban gjërësit e dora, rëshet edhe bie. Pra ndaj ka përmendë Allahu subhanahu wa ta'ala litarin. Tash Allahu thot, inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alimun fi ad-dunya wal akhirah. Ne shohim domethënë shumë mënyrë të përgjithshme se ata dëshirojnë tek musliman për hapet amoraliteti dhe kanë punuar për këtë çështje një kohë të gjatë. Domethënë ndoshta shumica ju të jeni domethënë dëshmitarë, po keni ndëgjuar për ato si ishte një titull atje, kampet e degenerimit, kështu ishte, domethënë kur kanë ardhur me këto vendeve tjera që vetëm me degeneru popullin muslimat, me i largu prafeje, për çka, me çfarë metode? Me zinan, me amoralitetin. E Allahu Gjeleshanu e tregon të në surën Nur, ja u shpalon se ato e ja çka kanë, ne mendojmë se një gjotë të tjilë nuk i shkon atyre mendja, jo, ato donë që i amoraliton, dëshirojnë dhe duan dhe knaqen me plot ndjenja dhe dashuri që amoralitetit përhapet të muslimon. Amo këtë jo, ja din vëllezër për çka përfshin kjo. Kjo si përfshin vetëm jo muslimon. Kjo i përfshin edhe dikush prej muslimanëve, i cili është i devijut, dëshiron që shtëpia e filanit të prishet. Dëshiron që vajza ati devijone, të ketë dashnor, të bëne amoralitet, apo gruja ati. Se Allah thot, inne levine, ata me të vërtet ata të cilit, nuk i ka përmendë Allah të vetëm jo besimtarët. Pa marë parasysh, e këtu ndajnë di grupe, jo besimtarët në mënyrë globale, ato kur punojnë, faktikisht kur e dhes ai kombajnë, nuk e dhes për një kasht apo di. Ai don gjithë. A ka prej muslimanëve që janë devijut, do shta mund t'jene dhe shumë të afër, dëshiron që familja filanit devijone. Nuk dëshiron me ndëgju mirë, kënaqet, do shta edhe më bën dua, thot inshallah or Allah, qojnë një belat madhe filan familjes. E kjo, Allahu Gjeleshanu ka tërgu se kjo rrezik i madh. Lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Dhe me thonë vetëm me dëshiru, Allahu Gjeleshanu thot këtë njerëz kanë dënim të madh edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Tash dalim, kishte vetëm se ishte shpjegimi i ajetit. Çështja bab setru awratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghayri darura. Më thonë urdhër për mbulesën e turpeve të muslimanëve dhe çka dhe ndalesa e përhapjes së ndonjë diçka të keqe. Për shembull, ndoshta e ke pa vajzën e dikujt, duke e ditë që jam devotshëm e sjellshëm në një vend, jo vend i mirë, jo vend faktikisht i lëvduar. Nuk bën me përhap, por bisedon me babën e saj dhe i thuhet çështu ki kujdes, po ta thon këtë çështje me besim se ta duhet të mirën. Jo dhe më thon me i përhap e pash vajzën e filanit apo dikon tjetër, pse se ai i cili e bën mëkatin edhe fshihet, nuk dëshiron me thonë që njerëzit ta dinë ato, këtu je obligut me ja fshih atij turpin dhe me lajmëru. Hadithi i parë që do të flasim nga Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu e ka nxjerrë Imam Muslimi, qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yasturu abdun abdan fi dunya, nuk kosh e mundshme apo çdo herë kur një rob i Allahut e mbulon robin tjetër, ja mbulon turpin atij, çka është problemi, illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Le ta dinë se Allahu ato ka me mbulu ditën e gjykimit. E kundërta çka është? E shpalon Allahu ta shpalon mëkatin. Ti e shpalon vetëm ki dëshirë që ato të afërmit, që e lagja me marrë vesh 20, 50, 100 vet, e Allahu pastaj shpalon ditën e gjykimit para kësa milionave, miliarda njerëzve. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, la yasturu abdun abdan,
Çdo herë kur një rob e mbulon robin tjetër, ja mbulon një mëkat, ka rishqitaj, pa marrë parasysh ka është mëkati. A nuk është njeri që shfaqet në mëkat, i bën mëkatet haptas, aty është diçka tjetër. Po ai nuk don që mëkati ti të hapet, por ka gabu. Allahu xhaleshanu thot për emanetin që ja ka dhënë to, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah thot emanetin i adhan kodrave, maleve, drujve, kështu në radhë, pijeve, gjithë edhe me lekve, gjëja tjera, krejt, Allahu Gjeleshanu tha, kërkun që Allahu t'i shkarkon nga kjo obligim. E mur njeriu, edhe me njerë qka, boni mëkat, gaboj. Pra ndër thot pejgamberi a.s. le ta dina ai cili jam mbulon një turp muslimonit, vllaut të tij, Allahu ato do ta mbulon ditën e gjykimit si, ose për hir të kësaj ja fal Allahu Gjeleshanu një mëkat të madh, që ai nuk ka menduar që Allahu Gjeleshanu do t'ja falë atë mëkatin. Për hir të kësaj Allahu Gjeleshanu ja falë. Ose ai ka bërë mëkate dhe mëkate, Allahu Gjeleshanu ndoshta tjerët kanë dëshirë që dikujt i shpalon mëkatet ditën e gjykimit, Allah thot ti kom ti mbulu turpet. Pse? Se në dinjot ja mbulove filanit një turp, e Allah ti mbulon ti turpe, kur ditën e mahsherit, ati kur ka plot njerëz. Hadithi tjetër anhu nga Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, këtu thot semi'tu. Abu Huraira thot semi'tu, e ndëgjova Muhammedin a.s. E këtu thot është anhu anin nebi sallallahu alaihi wasallam, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo semi'tu do thot Abu Huraira që mu ka drejtu Muhammedi a.s. dhe unë e ndëgjova që ka tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Jekul, kjo është hadith shumë interesant, edhe shumë njerëz nuk kanë kujdes ndaj këtij hadithi, ndoshta Allahu Gjeleshanu do t'ja falë të mëkatet, do t'ja mbulon të turpet, për këto bëhen veç shkaktar i gjës i të kundërtës. Sot Muhammedi a.s. Kullu ummeti muafan illa al-mujahirin. Tër umetit tim Allahu Gjeleshanu wa fal atire mëkatet. Dhe më thonë, i liron Allahu Gjeleshanu prej mëkateve që ka i kam bë. Illa al-mujahirin, me përjashtim atire të cilët shfaqes janë shfaqes. Tha Muhammedi a.s. Wa inna min al-mujaharati, kush është shfaqes, kush është legjitimues i të keqes, thot Muhammedi a.s. Wa inna min al-mujaharati en ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan. Për ato që nuk wa fal Allahu, janë ato persona të cilët natën bëjnë mëkate. Thot pastaj e Allahu Gjeleshanu thumme yusbihu wa qad satarahu Allahu alayh. Dhe ai flen, Allahu nuk ka dashur mëkati turpi i tij, ato që harame që ka i ka bë, me i ditë dikush tjetër ja mbulon Allahu subhanahu wa taala. Zgjohet kin sabah, askush nuk ka ndëgjuar asgjë. Çka ka bë? Allahu e ka mbulur. Pastaj thot fejekul, por ki kurdem qajtore, ku të ja fulan, amiltu l-barihata këdha dhe këdha, a din ku kom qonë në prom? Ku ke qonë? Kom qonë atje, a din qka kom bo, edhe ki fillon, i shpalon mëkatet që Allahu Gjeleshanu ja kam bulu. Kjo, subhanallah, është sikur se me qëndru Allahu të karshi, dhe me thonë me qenë kundërshtari Allahu Gjeleshanu. Allah thot, une ti mbulej mëkatet, këthet, jo nësë ka nevoj ti mbulej, unë e këmbo mëkatin, e dikush thot ani e këmbo, le ta din tjerët, jo. Allahu Gjeleshanu një gjotë të tillë që nuk e don që besimtari edhe nëse bën mëkat, bën tobe dhe mos e shpalon veten e tij se unë e këmbo këto. Se ndoshta Allahu ta ka fal, e ti ndoshta vjen edhe mas disa vitesh i shfaqen, e Allahu atëherë çka ti shpalon edhe ti len edhe mëkatet. Këdha wa këdha, thot, wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Ai ton natën kaloj, flet në gjumë rahat, e Allahu ja mbuloj turpet e atia, wa yusbihu yukshifu sitra Allahi alej, muttafaqun alej, dhe zgjohet, e pastaj i shpalon atë mbulesën që Allahu e ka vëndu, ki e shpalon dhe e shpalon vetën. Pra dhe thot Allahu Gjeleshanu, wa ma dhalamuna, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allahu i thot këtive në këtë rast, ju zëllum neve nuk mundet me në bërë, po ju i boni zëllum vetës të uj, i boni zëllum pa drejtësi vetës të uj. Pse vetës? Se ajo ka një ditë me u dënu para Allahut, ose me u privu prej të mirave të shumta të xhenetit. Imam Nevaviu për këtë ka thonë diçka, një poezi e kom shkruajt, është poezi shumë interesant, thot: "El-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrafin wa muhadhdhirin
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Akuzat apo përgojimet në 6 raste nuk llogaritën përgojime. Shiqoni, mësoni gibeti. Ama në disa raste në të vërtet nuk konsiderohet gibet, si mutadhallimin, ai i cili apo atit të cilit i ka bërë dikush zullum edhe vin thot, o burra, nuk jetohet be kështu. Ma ka shtu zullumin. Ki tregon për filanin, ma ka shtu zullumin, ka bo kështu, ka bo ashtu, i gjujnë beturinat, qka nuk më thot gjëja tjera, ma le kerin para derës, nuk mundet me dalë, zullum, mutadhallimin, kia përmendën filanit emin, për kë nuk llogaritet gibet. Pastaj thot, wa muarrifin, atë që e identifikon. Je duke bisedu për dikush e kërkon një person, edhe nuk e din. I thua, abe, shiqo, ki thot me si duket ai, shiqo thot, ai e ka për shembull hundën e ka pak dgat e ka. Kjo nuk llogaritet gibet, se ki përpiqet me identifiku ato. Abe thot ai filani i cili nuk e ka një në dorë, ose një si nuk e ka, është i verbër, si një gjath nuk e ka. E kështu e përshkruan ato, kjo nuk llogaritet gibet. Ai nuk e ka qëllim për me nënçmu ato, po është rasti që ki don ta dinë kush o filani, thot ai i cili shkepon për shembull. Domethënë me njënën kohë ka më të shkurt, edhe nuk mund të ecë drejt, por shkepon, perëndon më tepër në kohën e gjathë apo të majtë. Wa muhadhirin, dhe muhadhirin kur ju kushton besimtarëve kujdes ndaj dikujt. Filani do në botë mik me filani. Mos, ki kujdes se ai është njeri i keq. Po ta thonë të edhe tu me duhet me pas kujdes vëllezër, nëse e din që ai mund të të bëne probleme, se e din një rast me të vërtet një hoxhës shumë, mashallah të nderuar, e ka pyet një i ka tregu çështje martese, pastaj ka shkuar i ka thonë atij jo se filan hoxha më tha çështu. Pastaj beson gazepin e ka hek ai vllau ai hoxha derisa u ka qetësu faktikisht pala tjetër. Edhe tu duhet me pas kujdes. Nëse e dim që personi mundet këtë fjalë me apërcjell të tjerëve, thuj unë do t'jap përgjigje, ti nëse e kupton mirë, nëse se kupton mirë. Hesh disa sekunda, nëse e kuptoj mirë, nëse se kuptoj, edhe nëse thot po si thash unë asgjë, i neshti e kupton. Se në shumë raste heshtja është përgjigja më e mirë, edhe më e saktë dhe më direkte është. Hesh. Wa muhadhirin, për to Muhamedi alayhis salam edhe ka urdhëruar që në këto raste me tregu apo filani do në bënë një biznes me filani, thot mos, une ngomë, une ta duhet mirën, edhe ki kujdes mos e bë këtë çështje. Faktikisht tjerët i këshillon që me filanin mos me pas punë për arsye se është njëri i keq. Apo wa mujahirin fiskan, ai i cili haptas i bën mëkatet, nuk jemi ato çka me fsheh. Ai haptas pinë alkool, ai haptas bën punë të fliçta, ai haptas vjedh edhe del para njerëzve me pasurinë e tij çka ka gjithë të vjedhët. Për ato nuk ka nevojë domethënë vallai nuk bën me për hap të këqijat. Pa i veti për hap të këqijat. Ato duhet me legjitimu, me lajmëru që ai o vëllezër ai çka është të bëjë gjithë i ka prej zullumit. Edhe ai vetë që ka thënë Muhamedi alayhis salam, nuk ka falë Allahu xheleshanu atyre të cilët e shpalojnë veten e tyre. Wa mujahirin fiskan, ai thret në fisk, në punët e fryshta thret haptas. E këtu normal se edhe musliman duhet ato me përhap, me thonë filani, wallahi i ka kalu të gjitha kufit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa mustaftin, edhe ai që kërkon sqarim, ke dal para gjigjit, ka dhja dvet, çka ndodhi? O ma boni kështu, ma boni kështu, pa qëtër me i tregu. Nuk spionon këtu. Ti tash ke shku atjet për zëllumi që ka të ka bërë, edhe tash ai gjigjit pit haj të regon çka ndodhi. Ti i tregon, isha duke shku rrugës, po mdull, më sulmoj, ma mshoj, ma shkatroj keren, mi thej gjamat e shpis. Kjo nuk është gibet, kjo nuk është që ja shpalon dhe me thonë ati ato të këqia, por ti tu je obligut me tregu se çka ka ndodhur. Pastaj thot, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, dhe ai cili kërkon ndihmë për me ndal një të keqe. Filani është bo gati me vra filanin heqkën kanalin, apo filani don me hap mesin e fshatit, mesin e lagjes, stakfulloni punë publike, një shtëpi publike, apo diçka vend ku pihet alkooli, me shkull me mbledh edhe çka me ndaluat me thonë jo, kjo s'bën. Prandaj shiqoni, mbulimi, jo çdo herë që ka e lëvduar dhe e mirë, po dhe shpalimi, jo çdo herë është e mirë edhe e lëvduar. Shpalimi në disa raste që ka e obligueshme dhe e nevojshme,
por edhe mbulimi në shumicën e rasteve është i obliguar besimtari që me mbulu turpet e muslimanit, sidomos ai i cili që rëshqet njërë apo rëshqet diherë, por nuk dëshiron që njerëzit ta dinë, nuk dëshiron ai. E ti tash me e shpalu, Allahu e ka mbulu, e ti ja shpalon ati mëkatet apo ato rëshqitjet kur i ka bëhaj, një gjë e tillë nuk lejohet. Hadithi tjetër dhe i parafundi se kjo ka, më thonë, kjo çështje ka 4 hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe këtu Allahu e tregon, Muhamedi alayhi salam tregon një hadith, thot: "In zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wala yuthribu alejha." Nëse kjo kur kam pas domethënë robresha sklave, nëse sklavja ka bë amoralitet, ka bë zina, zotriu i saj faktikisht ato ja ka mshuar domethënë trahme 50. Nëse thot edhe njëherë bën përsëri edhe 50 tjera, nëse përsëri bën zinat 50 tjera, domethënë gjisa e dënimit të një grua të lirë. Ajo nëse është grua e lirë, domethënë vajzë e lirë, faktikisht nuk ka robresh, është liri jeton, ka familjen, e ka pas atë robresha, edhe Islami derisa i ka liru këto robresha, ka shku një kohë gjatë se gati sikush ka pas sklave. E ta jatë sklavën aje ka ble, shembull, aje ka ble 20.000 euro, e ti me i thua ati lëshothër, në 20.000 euro lëshojnë. E kjo ka qenë, më thonë, vështirë, derisa ka ardhë koha që, më thonë, kohë pas kohë nuk kanë betër sklave në duarat e muslimanëve, edhe se të tjerët kanë vazhdu ato deri para, më thonë, Britanie, këto shtete tjera, Afrikanë, deri dje i kanë pas sklav, i kanë maltratuar, edhe ma tepër dhe më thonë se sa objekt i kanë qujtë, jënë talë në ato, o kanë prej, për shembull, një mbret i Belgjis, ka qenë një njohur që ka prej Afrikanëve hundet edhe veshët, një koder kanë ndërtuar me ato. Pastaj e kanë detiru Afrikanin, nuk ka pas shembull transporte, ka hipaj të një farkoshi, a i shketi e ka bajt këto në koshki, është ullë ati, pi duhon, ec, e këti e ka bajt. Kjo në shekull, ka qenë në më thonë, deri fillim të shekullit 20, një gjo e tillë. A Islami me këtë çështje ka përfundu para qinda viteve, e ka përfundu një gjo të tillë. E thot pasaj Muhamedi alayhis salam, nëse ajo sklavja përsëri bën zina, përsëri 50 herë me jamshu, e pastaj i thot atij zotriut le ta shese, qoftë edhe për një kashte të grumit le ta jape ato. Në Islam Allahu xhaleshanu e ka cek kur një vajzë e re bën amoralitet, edhe ka qenë domethënë jo e martuar beqare, sa është dënimi i asaj? 100, domethënë ka cek Allahu ku përsëri edhe atë ka cek në surën Nur, ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Dhe hadithi fundit, puna e alkoholit, përsëri nga Abu Huraira, dhe tu ka një tregim shumë i lezetshëm, është pak i çuditshëm, por asje ndoshta shumica e keni ndëgjuar për herë të parë. Këtë tregimin vetja ku mbashkangjit, por asje se pajtohet shumë me hadithin. Prej Abu Hurairas thot radiallahu ta'ala anhu, e prun një person që kish pi alkohol në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe filloi Muhamedi alayhis salam tha pak me dënu, me largu nga kjo me të rek vëreqen, e tha Abu Huraira, dikush tha jam shoj me dorë, dikush tha e nxar këpucën me këpucë, dikush me tesh, e rehen ato. I thanë Abu Huraira s'pasa, Allah thot diku të 20 të rehme. Përsëri ka ndodhur kjo edhe në kohën e Abu Bekrit 20. Derisa ardhi koha e Omerit, hinë edhe tjerët në fenë islame, dhe çështjen e alkoolit, se bëhet fjalë për alkool, e murën diçka si hajgare dhe filluan më tepër me përdor alkoolin. Njerëz që e pranuan Islamin për vendeve të ndryshme, atëherë Omeri e boni prej 20 deri në 80. I thamë pse, kohën e Muhamedit alayhis salam 20, te Abu Bekrit 20, edhe fillimi i xhilafetit tonë 20, aty e boni 80. Omeri subhanallahu ka qenë larg pamës, nuk ka thonë Muhamedi alayhis salam se vetëm 20. Por parafosisht ne i kena numëruar se 20, nuk ka kufi kjo. Kjo do të thonë është sipas nevojës. Ushtu domi, ushtu kjo dukuri e keqe, shtohet edhe dënimi. Tregohet kur Aliu radiallahu ta'ala anhu një e afër me Aliut i thot Aliu se lipti Fatimën. Se kanë filluar njerëzit me e lipën Fatimën, më thonë çikën e Muhamedit alayhis salam radiallahu ta'ala anha. E lipën edhe sahabët e mëdhenj si Abu Bekri, Omeri, Muhamedi alayhis salam nuk ja dhan. Aliu radiallahu ta'ala anhu i tha asaj kushërinës ti tha, ajo gruaja që ja propozoi tha, ku çka ta lipi Fatimën? S'kam as gjon, nuk kam mehr.
Edhe jo tha shko lipe. Shkoj Aliu radiallahu ta'ala anhu te Muhamedi alayhis salam i ra derës, tha selam alejke ya Rasulallah, wa aleikum salam. E tha nuk mu hap goja, u turprova. Tha Ali, tha fol. Asgjë tha ya Rasulallah, ja tha fol, tha ki diçka. Aliu nuk mundi me fol. Tha mbeta në kom, një kod gjatë dhe Muhamedi alayhis salam shikon dhe më në fund fillet bësqeshe. Mos ka tha ta kërkësh Fatimen. Tha po ya Rasulallah. Po tha ki diçka, tha asgjë hiç. E tha ku e ki atë dera, e ka pas Aliu atë mbrojtëse në luftës, që e ka mbajt në dorë kur kanë luftu. Po tha ato e kom, po tha që ato jepja Fatimes, meher edhe u kri. Ja më tha Muhara, tha ki obligime dhe të vesh darsën. Në në darsë ma sunet, me lajmëru që unë martova, se nesër që dikush beto, e pash filanin, e mbron edhe në derin ton, po e mbron edhe në vonë ton për i mëkatit. Muhamedi alayhis salam tha duhet vesh edhe darsën. E Aliu radiallahu ta'ala për me bo darsën duhet me pjek diçka, e kishte një deve, e mori devën, shkojnë që është Medinës, atje si një kodër, me bo dru, me mbush devën me dru, edhe me i barë drut, me përgatit darsën, me pjek, e kishte qëllimin qatë devën me e therë. Alkoholi akoma nuk ishte indalut, se në fillim të islamit, në Medinë, Aliu u martu me Fatimen. Kur në vend, në të skajt Medinës, kishë ndodhë një darsën, ta ajo darsëma e kishin thirë edhe Hamzën, migjen e Aliut, dhe migjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Hamzën, djalin e Abdul Muttalibit. E Hamza, radiallahu ta'ala, i pit, si thonë të ne, dras. Shumë kishë pi alkohol. Nuk i shihte edhe njerëzit. Kur pa prit me suhapa jo dera, e pa devën një deva që lidhet, e tha shkoni mirë një atë devën. Njerëzit tha një gudzojnë, shkoni mirë një devën, e nëzjeli shpatën, e pron devën, ja hoq devës, qafën, e përgaditën devën, e poqën, kur vin Aliu e she, devja therët, veç një kura, edhe kur e pa Hamzën, se ato i thanë Hamza e ka bo këto, ju afru, zdi të qka të bone, edhe u fërgu për ati, shkoj e thiri Muhamedin alayhis salam, ja Rasulallah, duke kajt, se qka më ka ndodhë mu, devën që e përgadita për darsën, që qka i ka bo Hamza. Kur vjen Muhamedi alayhis salam, hinë të konaku, ati gjithat e mesin e konakut Hamza, dhe pejgamberi alayhis salam e tërtoj, tha qka ke bo këshu, tha me pasurin e vlautën, një gjotil nuk lejot, e Hamza, që ati edhe Muhamedi alayhis salam është trishtu. Si të kuq edhe fillon të shikone pejgamberin alayhis salam, prej të komë dhe rinart. Shka donë, tha beti, ti tha dhe ti gjejshi sklavët e babës tem, sot mund të mboni muhabet. Edhe e vendoj dorën të shpata, Muhamedi alayhis salam e pasi këtu mund do vëzdo gjoha i prit, i devë, i tha Aliut, kadale, largohën, le devën, se mund do dhe diqka hala maj madhe. Edhe më thonë që që puna e alkoholit ka pas shumë katastrofa, derisa Allahu Gjeleshanu i ka pa muslimant, le të ndodhin faktikisht gjoja shumë, që të bindëm se alkoholin e kam pas me të vërtet pije ato që ma te përse uj, pra në thot Aisha radiallahu ta'ala anha, si kur të zbritëshin ajetet e para, o musliman, mos pini alkohol, gjithë kishin me thonë për një zonë, qëka alkohol në selojme, për këta e kina dhe me thonë pijen, po nga dale, zbritën ajetet gjenemit, frillën dhe Allah subhanahu ta'ala, 13 vite e te për kështu, ma te për dhe me thonë gati 15 vite, me dine alkoholi, ndalu dhe u bo repsisht, inne me lëkhamru, wal mejsiru, wal ansabu, wal azlam, wal ribsu min ameli shëjtan, feqë të nibu, Allah fa alkoholi, bigjozi, ato që i kanë në qabe, që i kanë bo bestitnit e gjoja tjera, thonë punë shëjtanit, largoheni atyre, që nëse doni të shputoni. Kjo ishte vleza me të vërtet në temë shumë më rëndësi është ndalimi apo mbulimi i turpeve të muslimanit dhe mos shpalimi i turpeve të tjere vetëm se nëse kërkon nevoja atëherë po lejohet me këto rregullat të cilat i cekën dhe i ka cek Imam Nevoviu, ku i tregon ato 6 çështjet, atij që i kanë bërë zullum, ai i cili identifikon për ta ndalë të keqen, për ta sqaruar zullumin, për ato i cili përhapet e shpalon veten e tij duke bërë mëkate, këto janë ato rregulla që në këto raste lejohet faktikisht me tregu se filani bën kështu, tjetri i ka bërë zullum apo ja përshkruan dikujt filanin, këto nuk llogariten prej gibetit dhe nuk llogariten prej gjërave të cilat janë të ndaluara. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.